Plan 30 ditor mësimi, tregtim Onineva 4, psikologjit hë disiplin dita 27, analiza javore të vlerësimi i respektimit të rregullave. Dita 27 është pasqyra e ndershme e gjithë javës së 4. Kjo ditë nuk ka për qëllim të gjejë fajtor, por të verifikojë një pyetje thelbësore. Apo i ndjek rregullat që i ke vendosur vetes? Në tregtim, rritja nuk vjen nga veprimet të reja, por nga respektimi i qëndrueshëm i strukturës ekzistuese. Qëllimi i kësaj dite është të bësh analizë javore të sjelljes, të verifikosh respektimin e planit personal, të konsolidosh mendësinë profesioniste. Njeh pse analiza javore është vendimtare. Analiza ditore të ndihmon të korrigjosh gabimet të vogla. Analiza javore të tregon modelet e sjelljes. Pa analizë javore, gabimet përsëriten në heshtje. Vetbesimi ndërtohet mbi iluzion. Disiplinë dobësohet. Profesionalisti mat veten rregullisht. Amatori vetëm reagon. 2. Çfarë analizon sot? Jo tregun, por veten. Në ditën 27. Nuk analizon grafik. Nuk kërkon setupe. Nuk hap veprime. Sot analizon vendimet e tua, disiplinën tënde, respektimin e planit. Tregu është i paqëndrueshëm. Sjellja jote nuk duhet të jetë. 3. Pyetja kryesore apo ndjek rregullat. Vendos planin personal përpara teje dhe pyet veten pa justifikime. A tregtova vetëm kur kushtet u plotësuan? A respektova rregullin e një veprimi në ditë? A ndalova pas humbjes? A shmanga tregtimin hakmarrës? A nuk e detyrova tregun? Përgjigju me po ose jo. Jo me shpjegime. Rregullat ose respektohen ose shkelen. Nuk ka mes. 4. Analiza e disiplinës ditore. Rilexo shënimet e ditëve 22 deri 26. Shiko. A u tundove të hapi veprime shtesë? A ule standardin për të qenë aktiv? A veprove nga mërzia ose nga durimi? Disiplina zbulohet në momentet kur nuk ka mundësi të qarta. 5. Dallimi mes gabimit të rastësishëm dhe modelit të gabimit. Një gabim i vetëm nuk është problem. Gabimi i përsëritur është sinjal. Pyet veten. A përsëritet i njëjti gabim? A vjen nga emocioni apo nga paqartësia e rregullit? A e di saktë çfarë duhet të bëj herën tjetër? Modeli i gabimit kërkon ndryshim strukture, jo kritikë emocionale. 6. Apo e respekton mosveprimin. Një nga pikat më të vështira për fillestarët është mosveprimi i vetëdijshëm. Analizo. A ndihesh fajtor kur nuk vepron? A kërkon justifikime për të hyrë? A e mbyll platformën kur nuk ka setup? Mosveprimi sipas planit është disiplinë e lartë. 7. Rishikimi i veprimeve të javës. Pa u fokusuar te fitimi apo humbja, pyet. A ishin veprimet në përputhje me planin? A ishin setupet të pastra? A u respektuan kufijt? Nëse po, java është e suksesshme. Nëse jo, ka material për përmirësim. Suksesi matet me proces, jo me shifra afat shkurtra. 8. Çfarë duhet të përmirësosh javën tjetër? Shkruaj vetëm 3 gjëra. Një rregull që do ta respektosh më fort. Një sjellje që do ta ndalosh. Një zakon që do ta përforcosh. Mos shkruaj më shumë. Qartësia është fushi. 9. Çfarë duhet të bësh sot? Mos ndrysho planin nga emocioni. Mos shto rregulla të panevojshme. Mos u krahaso me të tjerët. Mos e minimizo shkeljen e rregullave. Vetëm dëshmëria me veten krijon përparim real. 10. Çfarë duhet të arrish në fund të ditës 27? Në fund të kësaj dite duhet të dish sakt nëse po i ndjek rregullat. Dallosh pikat e forta dhe të dobëta. Ndihesh më i qetë përpara tregut. Konsolidosh mendësinë profesioniste. Përfundim. Tregu nuk kërkon perfeksion. Kërkon qëndrueshmëri. Kush ndjek rregullat, rritet ngadalë por sigurt. Kush i shkel, rrotullohet në vend.